këto momente emocionuese të himnit kombëtar, bëhet gati startoj pra sfida finale e Kupës së Shqipërisë për grup moshën 17 vjeçarëve, një sfidë e cila do të prodhojë emocione të tjera. Ka nisur pra me topin e parë dhe me këmbguljen e skuadrës sfirake, e cila ka arritur fitojë dhe goditjen e parë nga këndi. Le të shikojmë dhe shpresojmë që kjo goditje e parë të konvertohet në një mundësi për të kuq një krosim i mirë. Arapi goditja, ndërhyn portieri Koçi, një ndërhyrje vendimtare, një goditje fantastike, gjeti kohën me goditje me plot fort, por saktë dhe në të njëjtën mënyrë përgjigj dhe portieri Koçi. Shkon një mundësi e mirë tjetër, zbritje shpejtë e krau i majtës të Koço, kërkon hapësirën, vjen dhe goditja, ndërhyn Çefalia. Por Orgjidhe Lesha jep mundësinë e kundërshtimit, shkon një mundësi e mirë për Apollonin, vjen Vjari shpejt, por Koço provon del Çefalia. Del në vendin e duar, por edhe ai pressing i Vjarit ja bërë shumë të vështirë. Një për Sallakun, tashmë është Çaushi. Lëvizje e mirë, provohet krosi drejt Leshajt, por më shumë shkon si një goditje drejt kuadratit të Koços. E me përsipër Koço, pra të ekzekutoi një krosim dhe shtyllës së dytë, goditja dhe pas Çefalia në dy kohë një herë, reagon mjaft mirë. Dal nga dal me sa duket, po vinë po në shkop të mundësi Lesha, gjithmonë Lesha provon zonën Hoxha tashmë, le të shikojmë reagimin veprimet e Hoxhës që sjellin gjithmonë probleme drejt hyjtës, topi shkon në gol Partizani, zgjuohet sfida 1-0 pra. E nisi pra nga këmbët e Hoxhës që është vërtet një problematik me asistimet e tij pikante, çka e vendosur në vërgjithësi mbrojtje dhe kundërshtar. Nuk arridot as portieri Koçi, por as mbrojtësi i qendrës Apollonis të shmangte këtë gol në vështirësi tashmë. Vjen dhe goli në minutën e 60. Edhe pse autorësia është Dregës, pra autogoli pra i Dregës. Edhe një herë Ergët Hyka! Sa shpejt, nuk na la shumë kohë. Ergët Hyka, i cili tashmë shënon dhe golit i të 4 duke vullosur dhe kryesimin e listën e golshënuesve në këtë kompeticion, jo vetëm në kampionat, pra aty ku e mbylli kapitullin duke festuar me skuadrën, tashmë feston në këtë kompeticion. 2-0 Partizani, brenda 1 minuti shënojmë 2 gola. Një duel shpejtësie, dalja e Çefali topi shkon në rrjet, ka shënuar, ka ndryshuar diferencën skuadra e Apollonis. Krosimi i bukur për Vatën, goditja, dhe një Vata provon në ndërhy Koçi me pas të mbrojtje e skuadrës Apollonis që ndërhyu. Zvedi si ai aksion, ajo tentativë e skuadrës kuqe për të rrezikuar tashmë Hoxha. Kombinimi saktë Zekaj. Ndërhyn portieri Koçi, po çfarë kombinimesh edhe një herë Ricel Hoxha, Zekaj, kombinimet mjaft të mira, por fatkeqësisht nuk arridot Zekaj të pyllte. Le të shkojmë të mundësi. Luhet shkurt shpejt Hyka. Provon vetëm për Hoxhën. Shkoi disi për Hoxha, krosimi drejt shtyllës së dytë. Nuk arrin Vata, mund provoj goditja, topi shkon në rrjet. 3-1, Partizani sërish. Një gol që vjen nga një prej liderëve të skuadrës 6 vjeçarëve, Dion Vata, e godet me shumë forcë, me shumë inat dhe dërgon në rrjet 3-1. E kërkon dhe golin kjo skuadër, pra gjeti në mënyrën në momentin e dur, në vendin më të mirë. Edhe pse jemi drejt minutave të fundit, atë me bindje që mund të shënojmë pse jo një tjetër gol. Hyka, mundësia provon Hyka, shgoni pasi me themër. Lesha e godet. Çfarë kombinimesh spektakolare, por kjo goditje e Leshajt nuk shkon në kuadrat, por të vullosur një tjetër gol fantastik. Bëjmë një dopjet të bukur të këndshme. Pra mbyllet gjithçka me fitoren e Partizanit në rezultatin 3-1. Një 4 gola të shënuar në pjesën e dytë. Të ngrihet trofeu teksa marrin medalje drejtori i akademisë Partizani, Genci Tomori, më pas trajneri skuadrës timonieri ai që udhëhoqi këtë skuadrë titull kampion dhe fituesi i Kupës së Shqipërisë
me trofeun e duart e kapitenit Westi Arapi, Partizani, shtati veçar shpallat fitues i Kupës Shqipërisë për sezonin e dytë të radhës.